zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë, kam kënaqësinë pra ashtu siç e paralajmëroi kryeministri të paraqes para jush propozim vendimin për ndarjen e shumës shpërblimit prej 500.000 eurove në përbështetjen e Federatës së Futbollit, konkretisht pra djemve tanë që na bën krenar në lojën me Slovakinë, ashtu siç ishin zotuar. Mjetet pra merren tek kategoria shpenzimet e paparashikuara me kod 13100 dhe transferohen pra në Ministrinë e Financave me kod 201 në programin Tesari, kod 11200 në kategorinë e shpenzimeve, subvencione dhe transfere dhe autorizohet pra Tesari që në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Sportit pra të zbatojnë këtë vendim duke transferuar shumën në llogarinë bankare përkatëse të Federatës Futbollit. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për gratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi propozim vendimit për miratimin e dhënies së pagës së 13 për punonjësit që marrin pagë nga buxheti i Republikës Kosovës. I nderuari kabinet qeveritar, Qeveria e Republikës Kosovës në përputhje me angazhimet e saj dhe në vlerësim të punës së shërbyesve publik, ka vendosur të mundësoj pagesën e pagës 13 për punëtorët e sektorit publik. Ky vendim është një shprehje konkrete e mirënjohjes për kontributin e tyre në funksionimin e institucioneve dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Siç kemi premtuar, po e realizojmë këtë zotim duke dëshmuar se përgjegjësia ndaj punëtorëve përkthehet në veprime konkrete. Pagesa e 13 synon të mbështes mirëqenien e familjeve të tyre dhe të lehtësoj barrën financiare. Njëkohësisht ky hap kontribon në rritjen e motivimit dhe dinjitetit në shërbimin publik. Vendimi është marrë duke ruajtur qëndrueshmërinë fiskale dhe menaxhimin e përgjegjshëm të buxhetit të shtetit. Qeveria mbetet e përkushtuar të vazhdojë me politika që forcojnë administratën publike dhe mbështesin ata që i shërbejnë qytetarëve çdo ditë me punë. E ftoj edhe një herë Ministrin e Financave Ekonon Muratin që na merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Sa i përket vendimit në fjalë, pra do të ndalem ndoshta vetëm në konkretizimin e disa prej pikave apo rasteve të ndryshme, pra siç e përmendet edhe ju, siç e paralajmëruat, po e miratojmë pagën e 13 për të gjithë punonjësit në sektorin publik që marrin pagë nga buxheti i Republikës së Kosovës. Pra bëhet fjalë për zyrtarët publik. Sa i përket pagës së 13, kanë qenë disa raste pra kur është shikuar se si të zbatohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Është rasti gjithë atyre personave që tashmë kanë 12 muaj të plot, pra në sektorin publik dhe marrin pagën e 13 të plot, e cila është e barabartë pra kur llogaritet, është e barabartë me vlerën e koeficientit shumëzuar me njësinë e koeficientëve që ka pozita përkatëse për personin, i cili është në listën e pagave në muajin mars, pra në këtë muaj. Mirë po kemi hasur edhe në rastet pra kur ka ta zëm situata që nuk i kanë përmbushur të gjithë 12 muajt, për qenë sa më fair dhe sa më korrekt, jemi dakorduar me Thesarin dhe kemi siguruar edhe fondet e mjaftueshme që për këta persona pra që nuk i kanë të përmbushur 12 muaj të plot, të jepet pjesa e pjesshme. Pra për aq muaj sa kanë qenë të angazhuar këta muajt e fundit, në 12 muajt e fundit, proporcionalisht u takon edhe një pjesë e pagës së 13. Ngjashëm veprohet edhe me ata që punojnë me orar të shkurtuar, pra jo të plot. Sepse ka dhe raste kur punojnë me norma jo të plota, edhe në këto raste pra do të merret mesatarja e peshuar e marrë në 12 muajt e fundit, e cila pjestohet me 12 dhe pastaj rezulton me pjesën apo pagën e 13 të pjesshme. Njëkohësisht jemi përkujdesur që për gratë lehona të cilat janë në pushim të leonis apo kanë qenë në pushim të leonis për gjatë kësaj periudhe 12 mujore, muajt e kaluar në pushimin e leonis, pra të njihen sikurse muajt që të kenë punuar me orar të plot, në mënyrë që të mos përjashtohen apo mos kalojnë tek paga e pjesshme për ta marrë pagën e 13 të plot. Njëkohësisht, pra është paraparë që edhe personat të cilët figurojnë apo rezultojnë se janë të suspenduar në këtë muaj, pra aktualisht, apo që kanë qenë të suspenduar më herët dhe ende vazhdon suspendimi i tyre, pra të mos përfshihen në listën e pagës së 13. Njëkohësisht, vendimi parashet që pavarësisht funksioneve apo pozitave shtesë që mund të ketë një person, paga e 13 jepet vetëm një herë sipas këtij vendimi dhe gjithsesi pra do të merret paga më e favorshme në muajin përkatës për gjatë llogaritjes.
Kësaj pra, po besoj që jemi munduar të përmbledhim sa më mirë dhe që të ketë trajtim të çdo rasti të veçantë në mënyrë që pra të trajtohen të gjithë punëtorët, zyrtarët publik që marrin pagë nga buxheti me pagën e 13 dhe kësaj, siç e thatë edhe ju, pra sa do pak të lehtohet bara, por njëkohësisht të vendoset edhe një standard i ri në sektorin publik sa i përket mbështetjes dhe njohjes së kontributit të secilit. Faleminderit. Faleminderit Ministri Muratja, do fjalën e kërkuar diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 3 është shqyrtimi i projekt ligjit për Byron Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Ligji për Byron Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme përfaqëson hap vendimtar në forcimin e sundimit ligjit dhe luftimin e korrupsionit në Republikën e Kosovës. Ai krijon mekanizëm efektiv për të hetuar dhe konfiskuar pasurinë që nuk mund të arsyetohet me burime të lehtëshme, duke synuar drejt për drejt ata që janë pasuruar në kurrez të qytetarëve. Ky ligj nuk është vetëm instrument ndëshkues, por edhe mjet për rikthimin e besimit të publikut në drejtësi dhe në institucionet shtetërore. Përmes tij dërgoj mesazhin e qartë që askush nuk është mbi ligjin dhe se përgjegjësia do të jetë e paevitueshme. Në këtë drejtim, zbatimi i plotë dhe i paanshëm i tij mbetet prioritet i qeverisë për të garantuar drejtësi dhe barazi për të gjithë. Për më tepër, e ftoj zëvendës kryeministrën e dytë dhe ministrën e drejtësisë, zonjën Donika Gërvalla Shfarc, që të merr fjalën. Faleminderit kryeministër, të nderuar edhe koleg zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, të pranishëm, sot po paraqes para jush për shqyrtim dhe aprovim njërën ndër shtyllat kryesore të reformës në sistemin e drejtësisë, projekt ligjin për Byron Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Realisht, këtë projekt ligj për herë të parë e kishim miratuar në qeveri më 29 dhjetor 2021 këtij procesi i kishte paraprir miratimi i koncept dokumentit në këtë fushë më 13 prill 2021. Por ky moment shënon edhe fillimin e një rrugtimi maratonik pothuajse 5 vjeçar drejt jetësimit të kësaj nisme reformuese, e cila bazuar në analizat dhe volumtimet paraprake derivon nga nevoja e shtimit të instrumenteve dhe kompletimit të infrastrukturës ligjore në fushën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Projekt ligji tashmë bazohet edhe në 3 opinionet Komisionit Venedikut dhe 2 aktgjykime të Gjykatës Kushtetuese. Këto rekomandime janë reflektuar në tekstin e projekt ligjit, i cili është punuar në bashkëpunim të ngushtë me ekspert fushës, vendor dhe ndërkombëtar, përfaqësues institucional dhe partner ndërkombëtar, duke përfshirë konsultime teknike dhe analiza krahasimore për siguruar që dispozitat të jenë të zbatueshme, proporcionale dhe të mbrojtura me kushtetut. Edhe pse i miratuar disa herë, herën e fundit i miratuar në kuvent më 5 dhjetor 2024, projekt ligjin duhet ta paraqesim sërish për miratim edhe sot, si pasojë e aktgjykimit të fundit Gjykatës Kushtetuese të datës 9 janar 2026, e cila kësaj here vonoi pra mori mbi 12 muaj kohë për shqyrtim dhe vendim. Ky ligj ka një objektiv të qartë, të krijojë një mekanizëm funksional dhe kushtetues për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme të zyrtarëve publik. Struktura e ligjit bazohet në disa shtylla kryesore: themelimi një institucioni të pavarur me mandat qartë, përcaktimi kritereve të rrepta për udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e tij, procedurë detajuar e verifikimit me afate të qarta, prag minimal për mospërputhjen financiare dhe garanci të plota procedurale për palën, përfshirë të drejtën për mbrojtje, përfaqësim dhe ankesë. Qëllimi i ligjit është i dyfisht. Së pari të forcoj llogaridhënien e zyrtarëve publik, duke bërë të qartë se pasuria do të jetë në përputhje me të ardhurat e ligjshme, dhe së dyti të ruaj standardet kushtetuese dhe të drejtat themelore, duke siguruar që çdo ndërhyrje në pronë të bëhet vetëm me vendim gjyqësor dhe mbi bazë prove. Të nderuar kolegë, ky ligj e jep një mesazh të qartë. Mandati publik nuk është mundësi për pasurinë personal,
por është përgjegjësi që duhet kryer bazuar në dispozitat dhe obligimet ligjore. Në anën tjetër, për qytetarët, kjo nismë dhe ky ligj do të thonë më shumë barazi, pastaj drejtësi dhe gjithashtu më shumë besim në institucionet shtetërore. Prandaj të nderuar koleg, ju ftoj që ta votoni këtë kërkesë. Faleminderit. Faleminderit zëvendës kryeministre Gërvalla. A do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 4 është shqyrtimi projekt ligjit për Inspektoratin Qendror të Mjedisit, Ujrave, Natyrës, Ndërtimit si dhe mbrojtjen nga rrezatimi dhe siguria e bërthamore. Ky projekt ligj synon të forcojë kontrollin dhe zbatimin e ligjit në fusha që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve, mjedisin, ujrat, ndërtimin, banimin dhe sigurinë nga rrezatimi. Ai vendos rregulla të qarta për funksionimin e inspektorateve, duke përcaktuar kompetencat, përgjegjësitë dhe mënyrën e koordinimit mes nivelit qendror dhe lokal, në mënyrë që mbikëqyrja të jetë më efektive dhe njëtrajshme në gjithë territorin e Kosovës. Për qytetarët thelbi është ky: më shumë kontroll ndaj ndotjes, ndërtimeve pa leje dhe rreziqeve për shëndetin publik, si dhe më shumë përgjegjësi për çdo që shkel ligje. Projekt ligji është në përputhje me standardet e BE-s dhe kushtetutën dhe synon të garantojë që ligji zbatohet njësoj për gjithë, duke forcuar sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e interesit publik. E ftoj ministren e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, zonjën Fitore Pasolli Dalipi, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, të nderuar koleg. Ashtu siç e thatë edhe ju kryeministër, qëllimi i këtij projekt ligji është që të përcaktojë organizimin, të drejtat, detyrat, autorizimet, procedurat e mbikëqyrjes inspektuese, si dhe koordinimin mes institucioneve, pra nivelin qendror dhe atë lokal, sidomos kur merremi me inspektime që janë në fushën e mjedisit, ujrat, natyrës, ndërtimit, banimit, rrezatimit dhe sigurisë bërthamore. Ky projekt ligj kontribon mbi të gjitha në përmbushjen e një prej prioriteteve kyçe të qeverisë, pra që është forcimin e sundimit të ligjit, e sidomos kur kemi të bëjmë me luftimin e krimit mjedisor, që fatkeqësisht është i pranishëm në vendin tonë. Andaj kërkoj nga kolegët e mi miratimin e këtij projekti. Faleminderit. Faleminderit ministre Pasolli Dalipi. A do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Në vjem e kemi shqyrtimin e projekt ligjit për financimin e menaxhimit të resurseve ujore. Ky projekt ligj siguron që uji, si një nga pasuritë tona më të rëndësishme, të menaxhohet me përgjegjësi dhe të financohet në mënyrë drejtë. Kjo do të thotë më shumë investime në furnizim me ujë të pijshëm, mbrojtje nga ndotja dhe shërbime më cilësore për qytetarët. Në fund është një hap konkret për të garantuar ujë të pastër dhe të sigurt për çdo familje dhe për brezat që vijnë. E ftoj përsëri ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, zonjën Fitore Pasolli Dalipi, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër. Edhe ky projekt ligj është projekt ligj i rëndësishëm sepse përcakton në mënyrë të qartë burimet dhe mekanizmat e financimit të menaxhimit të ujrave në vendin tonë, përfshirë edhe pagesat për shfrytëzimin e ujrave, për shkarkimin e ujrave të ndotura si dhe mënyrën e përcaktimit dhe administrimit të tyre. Miratimi i këtij ligjit na mundson që të arrijmë objektivat kyçe, pra që kemi për qëllim mbrojtjen e resurseve ujore, mbrojtjen nga veprimet të dëmshme në ujra dhe sigurimin e shfrytëzimit efikas të tyre. Andaj kërkojmë mbështetjen tuaj për miratimin e këtij ligji. Faleminderit. Faleminderit ministre, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi i projekt ligjit për banim social dhe të përballueshëm. Ky projekt ligj përfaqëson një hap të rëndësishëm dhe të menduar thellë drejt ndërtimit të një sistemi të drejtë dhe të qëndrueshëm të banimit të përballueshëm në Kosovë. Ai vendos themelit për politika moderne të strehimit, duke përcaktuar rregulla të qarta për planifikimin, zbatimin dhe shpërndarjen e programeve të banimit, si dhe kriteret të drejta për përfituesit. Për herë të parë krijohet një kornizë integruar, e cila lidh institucionet qendrore dhe komunale në një qasje të përbashkët dhe të koordinuar. Kjo nënkupton më shumë siguri,
dinjitet dhe mundësi reale për strehim të përballueshëm. Ky ligj nuk është thjesht një akt teknik, por një angazhim i shtetit për të garantuar që askush të mos mbetet pa një zgjidhje të drejtë strehimi. Duke zëvendësuar kuadrin e vjetër dhe duke sjellë standarde më të avancuara, ai hap rrugë për politika sociale më efektive dhe një të ardhme më të qëndrueshme për familjet në nevojë. Edhe një herë ftoj ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapësinor, zonjën Fitore Pacolli Dalipi, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër. Edhe ky projekt ligj, ashtu siç e thatë, është një ndër projektligjet të rëndësishme, sepse na krijon mundësinë e krijimit të programeve të banimit të përballueshëm dhe banimit social. Pra projektligji përcakton rregullat dhe procedurat për planifikimin dhe administrimin e banimit të përballueshëm dhe atë social. Përveç se me këtë ligj përcaktohen qartë përgjegjësitë e institucioneve për zbatimin e tij, ky projekt ligj kontribon edhe në realizimin e një prej zotimeve tona kryesore, pra që të mundsojmë banim dinjitoz për grupe të ndryshme shoqërore. Prandaj kërkojmë mbështetjen tuaj për këtë projekt ligj. Faleminderit. Faleminderit. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 7 është shqyrtimi propozim vendimit Ministrisë Mbrojtjes për të kërkuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës marrjen e vendimit për dërgimin e Forcës së Sigurisë Kosovës jashtë vendit, përkatësisht si pjesë e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese në Gaza. Ministria e Mbrojtjes ka paraqitur propozimin për miratimin e vendimit për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në mision jashtë vendit, si pjesë e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese në Gaza. Dërgimi i personelit ton ushtarak atje bazohet në koordinimet realizuara pas pranimit të ftesës nga Komanda Qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës në dhjetor të vitit kaluar në përputhje me rezolutën 2803 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara, si dhe shprehjes së vullnetit politik në kuadër të Bordit të Paqes. Të gjitha operacionet e ushtrisë sonë do të zhvillohen në përputhje të plotë me Kartën e Kombeve të Bashkuara, të drejtën humanitare, rregullat e angazhimit të Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese dhe rregullat të tjera të përcaktuara për këtë mision. Për më shumë e ftoj Ministrin e Mbrojtjes, Zotëria Jep Maqedonisën, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe zëvendës kryeministre, të nderuar kolegë. Më lejoni që të paraqes arsyet dhe rëndësinë e aprovimit të këtij propozim vendimi të Ministrisë së Mbrojtjes për të kërkuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës marrjen e vendimit për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit, përkatësisht si pjesë e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese në Gaza. Ministria e Mbrojtjes mbi bazën e objektivave dhe planifikimeve strategjike për bashkëpunim me shtetet aleate, ftesës së pranuar nga Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me datën 10 dhjetor 2025, që referohet rezolutës 2803 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, vullnetit politik të shprehur në Bordin e Paqes, si dhe ligjet për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit, ka iniciuar procedurat për të kërkuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës marrjen e vendimit për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit, përkatësisht si pjesë e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese në Gaza. Dërgimi i FSK-s në këtë mision përfshin pjesëmarrjen e personelit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në kuadër të Komandës së Unifikuar të Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit, e cila ka për mision të mbështesë zbatimin e planit gjithëpërfshirës për të dhënë fund konfliktit në Gaza. Gjithnjë, duke u bazuar në mandatin e Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit, ku të gjitha operacionet e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese do të kryhen në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara, të drejtën ndërkombëtare detyruese të zbatueshme, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare, rregullat e angazhimit të Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese, marrëveshjet e zbatueshme për mbrojtjen e statusit dhe instrumente të tjera detyruese të zbatueshme. Ky angazhim është në përputhje me rezolutën 2803 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila ka krijuar kornizën ndërkombëtare për stabilizimin e situatës në Gaza dhe mbështetjen e një force të përkohshme ndërkombëtare me fokus në siguri, stabilitet, mbrojtje të civilëve dhe mbështetje të përpjekjeve humanitare.
Përmes këtij angazhimi, Republika e Kosovës dëshmon që është partner i besueshëm, i përgjegjshëm dhe i gatshëm të veprojë krah aleatëve në mbështetje të forcës sigurisë, mbrojtjes së civilëve dhe zbatimit të mandateve ndërkombëtare. Ky vendim forcon edhe më tej profilin ndërkombëtar të shtetit tonë, afirmon profesionalizmin e forcës sigurisë Kosovës dhe e vendos Republikën tonë në radhën e shteteve që jo vetëm përfitojnë nga siguria ndërkombëtare, por dhe që kontribuojnë aktivisht në ruajtjen e paqes dhe rendit ndërkombëtar. Andaj, duke pas parasysh rëndësinë e këtij vendimi, ju rekomandoj të aprovohet ky vendim. Ju falenderoj për vëmendje. Faleminderit Ministër Mazedonsi. Do fjalën e kush për diskutim. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet. Pika e 8 është shqyrtimi i draft raportit vlerësimit të përshtatshmërisë së sistemit të financimit komunave për vitin 2025. Ky draft raport paraqet një vlerësim të thelluar të sistemit të financimit komunal për vitin 2025, duke analizuar në sa i përgjigjet nevojave reale të komunave dhe standardeve ligjore në fuqi. I njëjti evidenton qartë si funksionon aktualisht ndarja e mjeteve, cilat janë sfidat kryesore dhe ku nevojitet ndërhyrje për sistem edhe më të drejtë, më efikas e më të qëndrueshëm në planin afatgjat. Raporti tregon se si shpërndahen mbi 788 milion euro për nivelin lokal, përfshir grantet qeveritare dhe të hyrat vetanake, dhe synon të sigurojë që këto mjete të përdoren më mirë, në mënyrë më drejtë dhe me më shumë ndikim në jetën e përditshme të qytetarëve. Për më shumë e ftoj Ministrin e Financave, zotëri Hekuran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, bazuar në nenin 33 ligjit 03/L-049 për financat e pushtetit lokal, Komisioni i Granteve ka për obligim që deri më 31 mars të çdo viti kalendarik të përgatisë dhe të dorëzojë qeverisë një raport për vitin paraprak, në të cilin bëhet vlerësimi i përshtatshmërisë së sistemit financiar komunal. Raporti paraqet vlerësimin e Komisionit të Granteve lidhur me funksionimin dhe përshtatshmërinë e sistemit financimit të nivelit komunal gjatë vitit 2025, në të përfshirë rezultatet kryesore të analizës, sfidat e identifikuara gjatë zbatimit të sistemit, si dhe rekomandimet për përmirësimin e mëtejmë të financimit komunal të ardhmen. Vlerësimi është i bazuar në parimet, kriteret dhe formulat e përcaktuara në ligjin për financat të pushtetit lokal, në përputhje me dispozitat e ligjit për veçqeverisjen lokale, gjithashtu. Në mënyrë specifike, përshtatshmëria e sistemit është analizuar duke mbështetur në zbatimin e kritereve për ndarjen e granteve qeveritare, si dhe në integrimin e vlerësimin e të hyrave vetanake komunale në kuadër të buxhetit të përgjithshëm qeveritar. Raporti synon të ofrojë një pasqyrë të qartë dhe të argumentuar mbi gjendjen aktuale të financimit komunal, duke kontribuar kësaj në rritjen e transparencës, efikasitetit dhe qëndrueshmërisë fiskale edhe në nivelin lokal. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet. Pika e 9 është shqyrtimi i propozim vendimit përfundimtar për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme të së preken nga realizimi i projektit zgjerimi i rrugës nacionale N25, segmenti QMI Lipjan. Në kuadër të realizimit të projektit për zgjerimin e rrugës nacionale N25, segmenti QMI Lipjan, Qeveria e Republikës së Kosovës me propozim të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka ndërmarrë hapat e nevojshëm për shpronësimin e pronave të prekura në zonat kadastrale Suhadoll dhe Livaxh, komuna e Graçanicës, si dhe Konjuh dhe Lipjan, komuna e Lipjanit. Për këtë qëllim janë miratuar vendimet përkatëse, përfshirë vendimin për miratimin e kërkesës për shpronësim dhe vendimin preliminar duke vendosur bazën ligjore për vazhdimin e projektit. Në vem është hartuar propozim vendimi përfundimtar, i shoqëruar me të dhëna të detajuara për çdo pronë dhe pronar, përfshirë sipërfaqet e prekura dhe vlerësimin financiar. Për më tepër e ftoj Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, zonjën Fitore Paculli Dalipit, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, me këtë vendim përfundimtar pra për shpronësim, ne kërkojmë që Qeveria e Republikës së Kosovës të nxjerrë vendim, pra vendimin përfundimtar për shpronësimin për interes publik të pronave të paluajtshme, të pronarëve dhe zotruesve të interesit, cilat preken nga realizimi i projektit,
pra zgjerimi i rrugës nacionale në 25, segmenti QMI Lipjan, zona kadastrale Soodall Lipoq, komuna e Graçanisës dhe zonat kadastrale Konjë dhe Lipjan, komuna e Lipjanit. Pra kjo janë sipas tabelave që i keni të bashkangjitura në vendim. Është shumë e rëndësishme që kjo të procedohet tutje, prandaj kërkojmë mbështetjen tuaj. Faleminderit. Faleminderit Ministre Pacolli Dalipi, e do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 10 është shqyrtimi i propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 12/68 datës 23 mars 2026 për emërimin e Këshillit për mbrojtjen e konsumatorit. Ministria e Industrisë, Tërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka propozuar ndryshimin për përbërjen e Këshillit për mbrojtjen e konsumatorit me qëllim përditësimin dhe funksionalizimin më efektiv të tij. Këto ndryshime përfshijnë zëvendësimin e disa anëtarëve me përfaqësues të rinj nga institucionet përkatëse, si dhe përfshirjen e aktorëve shtesë nga fusha të rëndësishme si shëndetësia, konkurrenca, mediat, administratat timore dhe shoqëria civile. Ky vendim paraqet një mbrojtje më të fortë dhe më gjithëpërfshirëse të drejtave të konsumatorit përmes një këshilli më të përditësuar dhe më funksional. Vendimi synon të rrisë koordinimin ndërinstitucional dhe të forcojë mekanizmat e mbikëqyrjes së tregut, duke garantuar që interesat e konsumatorëve të trajtohen me seriozitet dhe profesionalizëm. Për më shumë, e ftoj Ministrin e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, zonjën Mimoza Kusari Lila, që ta merr fjalën. Faleminderit Kryeministër, i nderuar Kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë ministra, zëvendës ministra. Këshilli për mbrojtjen e konsumatorit është organ këshillues i cili rekomandon institucionet qendrore dhe lokale, harton politika për eliminimin e barierave, si dhe bën identifikimin e sfidave që ndikojnë në përmirësimin e mbrojtjes së të drejtave të konsumatorit në Republikën e Kosovës. Arsyet për plotësimin dhe ndryshimin e këtij këshilli janë se vendimi i fundit i këshillit është i datës mars të vitit 2022 dhe fakti se një pjesë e përfaqësuesve të institucioneve përkatëse tashmë nuk janë në pozitat e njëjta në institucionet e tyre. Gjithashtu, për të qenë sa më efikas në funksion, mendojmë se një institucion shtesë që kemi shtuar institucione shtesë që mund të kontribuojnë si antar për në Këshillin e mbrojtjes së konsumatorit. Me qëllim të eliminimit të barierave dhe adresimit të problemeve me të cilat ballafaqohen konsumatorët në ekonominë e vendit, si dhe për të ndikuar në krijimin e një ambienti më të favorshëm në tregun vendor, Ministria jonë thret Këshillit të Ministrave të miratoj propozimin e vendimit për plotësimin e ndryshimit të përbërjes së Këshillit. Për informatën tuaj, Këshilli është në këtë përbërje aktualisht. Afrim Fana nga Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, Niazi Shala, Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit, Flamur Kadriu nga UVK, Suzan Dërvari nga Banka Qendrore e Kosovës, Albina Berisha nga KEB, Dorontin Beka Latifi nga organizata INDEP, Senad Murati nga Oda Ekonomike e Kosovës. Përderisa antarët e rinj që i shtohen Këshillit janë Ibrahim Tërshnjaku, Inspektoriati Sanitar Ministria e Shëndetësisë, Granit Sokolaj nga OJQ Alert, Arsim Dreshaj, Komisioni i Pavarur i Mediave, Valdete Berishaj Podrimaj, Administrata Tatimore e Kosovës, Shqipe Arifaj, Asociacioni Komunave të Kosovës dhe Metihe Salihu, Autoriteti Konkurrencës. Duke marrë parasysh rëndësinë e funksionimit të këtij këshilli, ju ftoj ta miratoni. Faleminderit. Faleminderit Ministre Kusari Lila, do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 11 është shqyrtimi i propozim vendimit për rialokimin e mjeteve në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal në përputhje me marrëveshjet e bashkëpunimit dhe marrëveshjet e nënshkruara nga Ministri i Detyrë i MZR-s dhe kryetarët e komunave. Ministria e Zhvillimit Rajonal në kuadër të programit për zhvillim rajonal balancuar dhe përgatitjes së investimeve kapitale për vitin 2026 ka propozuar realokimin e mjeteve në vlerë prej 1.65 milion euro. Ky realokim bëhet në përputhje me ligjin për buxhetin dhe marrëveshjet e bashkëpunimit të nënshkruar me komunat me qëllim që fondet orientohen aty ku ka ndikim më të madh në zhvillimin lokal. Për më shumë detaje lidhur me këtë çështje e ftoj Ministrin e Zhvillimit Rajonal, Zotëri Rasim Demirin, që ta merr fjalën.
I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë ministra, kabinet qeveritar. Në mbështetjet e nenit 92 paragrafi 4 dhe nenit 93 paragrafi 4 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 8 të ligjit për qeverin, si dhe në përputhje me dispozitat ligjore përkatëse për ndarje buxhetore dhe rregulloren e punës së qeverisë, sot para jush paraqes për shqyrtim dhe miratim propozim vendimin për rialokimin e mjeteve buxhetore për 9 projekte kapitale të bashkëfinancuara nga Ministria e Zhvillimit Rajonal. Ky propozim ka për qëllim zbatimin e programit për zhvillim rajonal në kuadër të planit të punës së MZR-s për vitin 2026, si dhe fuqizimin e zhvillimit rajonal të balancuar, përmes mbështetjes së projekteve konkrete në nivel lokal, të cilat ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e infrastrukturës, zhvillimin ekonomik lokal dhe rritjen e cilësisë së jetës së qytetarëve. Me këtë propozim parashihet rialokimi i mjeteve në shumë prej 1.650.000 euro nga programi për zhvillim rajonal, kodi 18782, në kuadër të Ministrisë së Zhvillimit Rajonal. Këto mjetet do të orientohet në projekte të dakorduara përmes marrëveshjeve të mirëkuptimit me komunat përkatëse, duke siguruar bashkëfinancim dhe partneritet institucional. Mjetet do të shpërndahet në 9 komuna për këto 9 projekte kapitale të cilat janë vazhdim nga viti 2025. Në 1, komuna Perizaj, krijimi i infrastrukturës turistike në fshatin Varosh 200.000 euro, në 2, Mitrovica Jugu, renovimi i stacionit autobusave 200.000 euro, në 3, Junik, përmirësimi i infrastrukturës për potencial turistike 128.000 euro, në 4, komuna Podujer, ndërtimi i sallës sporteve në Glamnik 200.000 euro, në 5, Prizren, zhvillimi i shtigjeve turistike në Kalan e Prizrenit 200.000 euro, në 6, Rahovec, ndërtimi i parkingjeve dhe infrastrukturës përcjellëse 100.000 euro, në 7, Shtime, ndërtimi i tregut të hapur faza e 3, 272.000 euro, në 8, Gjilan, rregullimi i parqeve dhe hapësirave publike 200.000 euro, dhe në 9, Gjakov, renovimi i stacionit të autobusave faza e 2 150.000 euro. Të nderuar antarë të qeverisë, duke marrë parasysh rëndësinë strategjike të këtyre projekteve për zhvillimin rajonal dhe ndikimin e tyre të drejt për drejt në mirëqenie e qytetarëve, ju ftoj që të miratoni këtë propozim vendim. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Demiri. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Në vijim e kemi shqyrtimin e propozim vendimit për rialokimin e mjeteve Ministrinë e Zhvillimit Rajonal në përputhje me marrëveshjet e bashkëpunimit dhe marrëveshjet e nënshkruara. Më falni, kjo është pika paraprake. Pika 12 është shqyrtimi i propozim vendimit për themelimin e Komisionit të Ministrave për ndërmarrjet publike. Bazuar në ligjin për ndërmarrjet publike, Qeveria e Republikës Kosovës ushtron në mënyrë ekskluzive rolin e aksionarit në ndërmarrjet publike qendrore. Në këtë kuadër propozohet themelimi i Komisionit të Ministrave për ndërmarrjet publike i përbërë nga ministrat këtyre sektorëve ekonomik dhe zhvillimor me qëllim forcimin e mbikëqyrjes dhe koordinimit në këtë fushë strategjike. Komisioni do të jap rekomandime dhe vlerësime për qeverinë, duke rritur efikasitetin dhe transparencën, ndërkaq njëkohësisht zëvendëson strukturën e mëparshme për ta bërë sistemin më funksional dhe të përditësuar. E ftoj Ministrin e Ekonomisë, zonjën Artona Rizvanolli, për më shumë detaje lidhur me këtë propozim. Faleminderit i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministra. Neni 5 i ligjit për ndërmarrje publike parasheh Komisionin e Ministrave si mekanizëm që përgatit vendime të rëndësishme për ndërmarrjet dhe mbështet qeverinë në ushtrimin e përgjegjësive të aksionarit. Ligji i ndarjeve buxhetore gjithashtu i jep këtij komisioni kompetencë për miratimin e projekteve kapitale që financohen me subvencione qeveritare. Në përbërje të këtij komisioni janë propozuar Ministra e Ekonomisë, Ministri i Financave, Ministra e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit,
Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit, Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ministri i Digitalizimit dhe Administratës Publike. Vendimi propozuar është përgatitur në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe u hap rrugë angazhimeve të rëndësishme për interesin publik, prandaj ju ftoj ta miratoni. Faleminderit. Faleminderit Ministri Zvanulli, a do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 13 është shqyrtimi i draftit të raportit vjetor financiar për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2025. Ministria e Financave ka paraqitur për miratim draft raportin vjetor financiar për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2025 në përputhje me ligjin për menaxhimin e financave publike. Ky raport jep një pasqyrë të plotë dhe të saktë gjitha financat publike nga buxheti i shtetit, grantet dhe fondet të donatorëve deri te të hyrat vetanake, huamarrja dhe shpenzimet për mëkëmbje ekonomike gjatë vitit fiskal. Për qytetarët kjo është një garanci për transparencë dhe llogaridhënie me mënyrën se si menaxhohet paraja publike. Pas miratimit, raporti dorëzohet Kuvendit për shqyrtim, duke siguruar kontroll institucional dhe mbikëqyrje demokratike mbi financat e shtetit. Për më tepër, e ftoj Ministrin e Financave, Zotëria Kronë Muratin, të marrë fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Kam kënaqësinë pra që para jush të prezantoj raportin vjetor financiar të Republikës Kosovës. Ky raport prezanton ekzekutimin e buxhetit nga institucionet e Republikës Kosovës për periudhën 1 janar deri 31 dhjetor të vitit 2025, sipas ndarjeve vjetore të ligjit të buxhetit. Gjatë vitit 2025, gjithsej pranimet e realizuara, pra përfshirë fondet mirëbesim, hyrat e bartura dhe donatorët, janë në shumën prej 3 miliardë 512 milion euro dhe paraqesin 92% të pranimeve të përgjithshme vjetore të planifikuara, ndërkaq krahasuar me realizimin e vitit paraprak, kishte një rritje prej 9%. Ndërkaq tek pagesat, gjatë vitit 2025, gjithsej pagesat e realizuara janë 3 miliardë 487 milion euro, dhe paraqesin gjithashtu 92% të pagesave të përgjithshme vjetore të planifikuara, ndërsa krahasuar me realizimin e vitit paraprak, po ashtu ka rritje prej 9%. Bilanci i fondeve bruto në fund të vitit ishte 445,22 milion euro, ndërkaq saldoja fillestare me 1 janar të vitit 2025 ishte 423,88 milion euro, duke shënuar kësaj ka një rritje në bilancin e ruajtur për 21,3 milion euro në fund të vitit 2025. Deficiti apo suficiti përgjithshëm, ndërkaq kishim deficit i cili ishte në vlerën prej minus 0,61% e bruto produktit vendor, që siç edhe vreni pra ishte në limitin e planifikuar me ligjin e buxhetit, si dhe në përputhje të plot me rregullën fiskale të deficitit buxhetor të paraparë në ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjithësi. Si përfundim, konstatojmë se pasqyrat financiare që po paraqesin para jush konfirmojnë zbatueshmërinë e rregullave fiskale në fuqi në bazë të legjislacionit përkatës dhe të njëjtat pasqyra pas aprovimit do t'i dërgohen Kuvendit të Republikës Kosovës dhe zyrës kombëtare të auditimit për auditimin e rregullt vjetor. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, a do fjalën dikush për diskutim? Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Dhe te pika e fundit të ndryshme, kemi një çështje, shqyrtimi i propozimit vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 05/2012 të datës 10/2024 për emërimin e bordit mbikëqyrës të ndërmarrjes publike qendrore Trepça Shoqëria Aksionare. Të nderuar koleg, anëtar të qeverisë, paraqes para jush propozimin për emërimin e kryesuesit të ri të bordit mbikëqyrës të ndërmarrjes publike qendrore Trepça SHA pas dorëheqjes së kryesuesit aktual. Në këtë kuadër propozoj para jush zotin Shpëtim Dobra me qëllim sigurimin e vazhdimësisë dhe të funksionimit të rregullt të bordit dhe të vet ndërmarrjes. A do fjalën dikush për diskutim? Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe me kaq që përmbyllim mbledhjen e sotme. Ju faleminderit gjithë.